Rikthehemi dhe shkojmë live në Partinë e Lirisë në këto momente për të ndjekur Tedi Blushin dhe zotin Edmond Agjinasto. Bashkë me kryetarin e Komitetit Drejtues Kombëtar të Partisë së Lirisë, zotin Edmond Agjinasto, për të prezantuar një pjesë të programit ekonomik Made in Albania, ku janë integruar më së miri edhe prioritetet madhore të Partisë së Lirisë. Më 11 maj, Shqipëria ka mundësinë historike për të shndruar në një fuqi prodhuese dhe eksportuese në rajon, duke hapur një kapitull të ri të krenarisë kombëtare që na ndan përfundimisht nga modeli i dështuar i narko-ekonomisë, së mbështetur mbi ndërtimin e kullave të drogës dhe korrupsionit dhe në skemat korruptive 5D dhe ato krye korruptive 5B, që kanë zhvatur përbindshëm taksat e qytetarëve, duke rënuar buxhetin e shtetit, duke shkatëruar dhe falimentuar ekonomitë familjare dhe varfëruar më shumë se gjysmën e shqiptarëve në këto 12 vite, që me të ardhurat mizerabël jo vetëm e kanë të pamundur të blenë sot një apartament, por që mezi shtyp ditët për të blerë ushqime, ilaçe dhe për të paguar faturat e kripura dhe abuzive të energjisë elektrike dhe ujit të pishëm. Përballë alternativës së varfërisë, së ulur këmbkryq në vatrat shqiptare dhe korrupsionit skizofrenik programor të rilindjes, koalicioni fitues PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore del para shqiptarëve me një alternativë të shkëlqyer, plotësisht të financueshme, që ul ndjeshëm koston e jetesës dhe çliron ekonominë kombëtare nga kriza dhe stagnacioni regresiv ekonomiko-shoqëror. Programi i përbashkët ekonomik Made in Albania, ku janë integruar, siç e theksova, edhe prioritetet madhore të Partisë së Lirisë, në fokus ka vetëm qytetarin dhe rritjen e mirëqenies së tij, ka biznesin dhe nxitjen e prodhimit vendas. Duke e konsideruar prodhimin shqiptar, krenari kombëtare, gjenerator kryesor të punësimit dhe rritjes së pagave, të pensioneve dhe të mirëqenies së qytetarëve, ky program shumë realist është dëshmi e vërtetësisë dhe seriozitetit për të mbajtur dhe çuar deri në fund premtimet e bëra ndaj qytetarëve përkundrejt 10 mashtrimeve të pacipa të Edi Ramës, i cili nuk ka mbajtur asnjë premtim, por vetëm ka zhytur vendin në mjerim dhe ka zhgënjyer thellësisht më shumë se gjysmën e shqiptarëve. Më 11 maj, ne ftojmë të gjithë shqiptarët të heqim Edi Ramën në mënyrë që të heqim taksat. Sepse Edi Rama është faktuar këto 12 vite se nuk është asgjë tjetër veç se krye taksa dhe krye gjoba më grabitqare për shqiptarët, i cili ka patur vetëm një objektiv: grabitjen, korrupsionin, zhvatjen dhe rritjen e pandarshme të taksave, të tarifave dhe asgjësimin e shërbimeve për qytetarët. Duke votuar më 11 maj për programin ekonomik Made in Albania të Shqipërisë Madhështore, shqiptarët do të votojnë për uljen e taksave, për rritjen e të ardhurave të familjeve të tyre, për rritjen masive të punësimit të mirëpaguar dhe për ndërtimin e një Shqipërie prodhuese dhe eksportuese në rajon. Ky program do të realizohet në mënyrë të padiskutueshme, duke reformuar rrjedhësisht së pari sistemi fiskal, që do të thjeshtohet për të lehtësuar konsumatorët dhe bizneset, si dhe për të rritur interesin e investitorëve vendas dhe të huaj. Për realizimin e këtij objektivi madhor, do të ulet numri i shkallëve të ndryshme tatimore. Do të vendoset taksa e sheshtë 10% mbi kapitalin. Taksa e sheshtë 10% mbi të ardhurat nga puna me përjashtim të 50.000 lekëve të para. Gjithashtu, taksë e sheshtë 10% mbi të ardhurat jo nga paga, si dhe 0 taksim për të gjitha profesionet e lira, si dhe për biznesin e vogël. Tavani vjetor për tatim fitimi do të jetë 0 për biznesin e vogël.
Kufiri i përjashtimit nga TVSH-ja do të jetë 18 milion lek xhiro vjetore dhe ndërkohë TVSH do të ulet në 15%. Taksa e ndikimit në infrastrukturë do të ulet nga 8% e çmimit të shitjes në 2% të preventivit. Dhe kjo për faktin sepse tani më të gjithë e dim se shkaku kryesor i çmimeve stratosferike në ndërtim janë pikërisht taksat absurde që Rilindja dhe Edi Rama ka vendosur mbi sipërfaqen e ndërtimit, që jo vetëm e kanë 10 fishuar taksën e përparme, por deri e kanë 30 fishuar atë. Këto taksa të çmendura të imponuara dhushëm nga Rilindja u janë faturuar të gjitha qytetarëve, duke u pamundësuar blerjen, ajsa sot mbi 60.000 apartamente në Tiranë rezultojnë bosh, ndërkohë që një çifti të ri i duhet 60 deri 70 vite punë për të blerë një apartament modest 1+1 në periferi të Tiranës. Fal këtij programi të shkëlqyer që ne ofrojmë për shqiptarët dhe në veçanti për të rinjt dhe familjet e reja, kjo situatë do të marrë fund një herë e përgjithmonë në 11 maj. Gjithashtu, nëpërmjet këtij programi, ne angazhohemi që pas 11 majit energjia elektrike për bizneset nga 18 deri 24 lek kilovator që është sot të ulet dhe do të ulet në 6 lek kilovator. Taksa e shitjes së pronës do të ulet nga 15% në 2%, ndërkohë që taksa mbi karburantet do të ulet në nivelin e vendeve të rajonit dhe çmimi i karburantit në pikat e Pakicës nuk do të jetë më i lartë se 10% krahasuar me vendet fqinje të rajonit. Ndaj me votat plebiscitare për koalicionin PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore, sot ne ftojmë sërish të gjithë shqiptarët që ta kthejmë 11 majin në një fitore madhështore që në radhë të parë garanton Shqipërinë fuqi prodhuese dhe eksportuese në rajon. Tani me kaloj fjalën kryetarit të Komitetit Drejtues Kombëtar të Partisë së Lirisë, zotit